Faleminderit, zoti Klevis Balliu. Zoti Noka, çfarë pretendim keni se nuk po e kuptoj? Po përqendrohen, po s'po e kuptoj. Po përqendrohen pra po s'po e kuptoj. Doni që ta marr fjalën sa më shpejt zoti Berisha, të riqni pra kanë deputetët e tjerë. Të riqni deputetët që të vi rada zoti Berisha. Unë respektoj rregullin. Çfarë të bëj tani? Përqendrohu, zoti Balliu. Malin me shpifje që keni sponsorizuar për të hakmarrur ndaj Sali Berishës se ju holli tuç partinë e punës të Enver Hoxhës që ju përfaqësoni, malin me shpifje ra poshtë. Malin me shpifje që e sponsorizuat me paratë e Alex Soros e George Soros, ju ra poshtë. Të gjitha të dokumentacion që nuk lat gjykat pa e quar, ju ra poshtë. Sot Sali Berisha mbetet politikani më i jetuar në botë, që doli i pastër, më i pastër se çdo politikan që hyn e del në këtë sallë. Në të gjithë rajonin nuk ka njeri më të hetuar, në të gjithë Europën nuk ka njeri më të hetuar. Dhe të gjithë ata të infiltruarit e juaj që shkojnë atje dhe kërkojnë burgun, tani përgjigjen ja dhan ato që duhet ja jepnin, se nga goja juaj asgjë nuk besohet. Për sa i përket qytetarëve që kanë dalë atje, nuk është çështje më për diskutim. Nuk është çështje a do ikni, as do ikni. Çështja është, do ikni me të mirë, apo duhet ju marrin zvarrt, ju nxjerrin nga këtu se keni gjithë këto vite që i nxini jetën, që fusni kriminala në parlament, që fusni trafikant në parlament, që fusni hajdut në për institucione, që sot 200.000 lek i merr 100, ndërsa ndihmën ekonomike e leni 35.000 lek. Apo do vazhdoni të thoni që janë vetëm 2.000 veta në protest. Apo do vazhdoni të thoni se do futemi në Europë. Cila Europë i hap rrugën një partije trafikantësh? Cila Europë i hap rrugën një partije drogmenësh? Një partije që ka fut kriminal vrasës, përdhënues në parlament. Kush ja hap dyert? Europa ja hap dyert popullit shqiptar, sovranit, që ka dalë në shesh dhe ju ka thënë, jep dorëheqjen. Jep dorëheqjen dhe të organizohen zgjedhjet të dalim përballë. Të shikojmë. Sot që ju kanë rënë gjitha shpifjet që keni ngritur për opozitën, që keni ngritur për Partinë Demokratike, që keni ngritur për Sali Berishën. Të gjitha shpifjet dhe lojrat e juaja, që keni bërë vetëm për interesat tuaja të vogla. Sot, dhe di qa duhet bëni ju, sot duhet vini këtu dhe jo të kërkoni fjalën për procedurë, po të thoni më fal, edhe dërzoni mandatin, edhe tikni ande nga shpella e komunizmit nga keni ardhë. Qytetarët janë në shesh, do vazhdojnë t'jenë në shesh, ju keni vetëm një opcion, zgjidhni, a do ikni me të mirë, a do ikni me të keqe, po për të mbaruar, keni mbaruar. Faleminderit. Zoja Saramila. Faleminderit, kryetar. Ka një virtyt që na e njohin e socialistëve dhe që sot jam shumë e bindur në fakt që qëndron shumë. Jemi shumë tolerant, se këta kur shkojnë atje ke protesta, cilën sot na bëjnë edhe sikur e citojnë këtu, e di se si i nxjerrin ata protestuesit jashtë protestës apo jo. Largohuni, i thot, se as keni punë me kauzën tonë, as nuk jeni pjesë e jone, as një gjë. Dhe këta nga që nuk kanë hapësirë atje, vinë sot këtu dhe marrin hapësirë nëpërmjet procedurës, nëpërmjet këtyre taktikave të vogla që tashmë i keni mësuar. Nëse keni fuqi të mblidhni njerëzit, të cilët nuk i keni mbas vetes, se ju kanë treguar vazhdimisht, po ju a treguan edhe me votë, vetëm pak më parë. Kështu që nëse keni fuqi të cilën pretendoni që e keni, dilni mblidhni njerëzit tuaj dhe mos hajdeni këtu edhe të flisni në emër të atyre njerëzve që në fakt nuk janë tuajët dhe brorasin për ju më shumë se sa për ne. Dhe ju këtë e dini, ndërsa për sa i përket non-gratës së famshme, nuk ka non-gratë që e largon nga non-grata që i ka dhënë shqiptarët. Dhe kjo është e rëndësishme për këtë kuvend në fakt. Ndërsa ty Flamur, boll kemi folur me ty, as nuk po t'jep njeri vëmendje, kështu që nuk mund marrësh vëmendje dhe sot. Lërja doktorit vëmendjen sot. Mos u bë kështu gjithmonë. Faleminderit. Atëre, me mirëkuptimin e se janë tre në radhë, tërheqjen e 3 deputetëve të Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha.
Për procedurë. Të nderuar zonja deputete, zotëri deputet, qytetarë dhe qytetare që ndiqni këtë seancë, zoti kryetar. Sot, shqiptarët në Shqipëri, shqiptarët në të katër anë të botës, të rajonit dhe të botës, kudo që ndodhen, presin nga ky parlament përgjigjet menjëhershme të kërkesave të dhjetra mira dhe qindra mira të rive dhe trejave shqiptar që prej 12 ditësh janë në një protest epike paqësore me një seri kërkesash absolutisht të drejta me të cilat nuk synojnë gjë tjetër veçse të shpëtojnë Shqipërinë nga një njeri që konsideron shtetin dhe vendin si pronë të tij personale, të shpëtojnë mjedisin shqiptar të mrekullueshëm nga natyra që po shkatërrohet në të katër anët e tij, të shpëtojnë trashëgimin shekullore të kombit që po pson atë sulme barbare nga oligarkët, klanet dhe lobingjet e afërta të Edi Ramës. Ndaj dhe është t'i lam me një anë, ata janë qytetarë shqiptar, janë parazgjithash të ri shqiptar, të cilën protestën e tyre me një gjë janë 100% të sinqertë. Duan që ëndrrën ta vendosin në këtë vend. Duan që me ëndrrën e tyre të bëjnë Shqipërinë. Ndaj dhe mos merremi me asgjë tjetër, të merr me plotësimin e kërkesave të tyre. Kërkoj urgjentisht debat, mocion me debat me kreun tuaj. Kërkoj urgjentisht që parlamenti të ketë në agjendë të vetmën çështje kërkesat që janë absolutisht legjitime mbasi të gjitha ligjet që keni ndryshuar janë antikushtetuese. Ndëgjimi i zërit të tyre është domosdoshmëri absolute, përndryshe do t'jetë vonë dhe do jetë një gabim i madh historik që bëhet. Ndaj zoti kryetar, ushtro të gjithë autoritetin, distanconi nga Edi Rama dhe ktheni agjendën e parlamentit